Klinikës së fizioterapisë pranë Fakultetit të Fizioterapisë të Universitetit Luigjë Gurakuqi Shkodër i është dhënë emri Don Carlo Zaccarò, misionarit humanitar italian i cili filloi të kontribuonte në vendin tonë dhe veçanërisht në Shkodër rreth 30 vite më parë. Për shumë kohë ai luajti një rol të pamohueshëm, përfshirë edhe në ndihmat për shërbimin mjekësor dhe deri në përkrahjen për krijimin e klinikës së fizioterapisë pranë Universitetit të Shkodrës. Rektori Toni Ngjuraj tha në përshëndetjen e tij se roli të ndjerit Don Carlo është i pamohueshëm, ndërkohë i pranishëm në këtë ceremoni, arqipeshkvi i Shkodrës, Monsinjor Giovanni Peragjine u shpreh. Në Shkodër dhe në shumë zona të Veriut, Don Carlo me një shikim profetik kuptoi nevojën e heshtur të personave me aftësi të kufizuara. Kështu lindi shtëpia e parë familjare për persona me aftësi të kufizuara. Një strukturë që shënon fillimin e një aktivitet të ndërtuar mbi respektin e plot për personin, dignitetin e njeriut. Por Don Carlo nuk ndalet këtu. Ai e kuptoi se kujdesi nuk mund të kufizohet vetëm në një shtrehim, por duhet të kaloj përmes formimit, profesionalizimit dhe dijes. Me vendosmëri dhe përvojtëri, ai nisi bashkëpunimin me universitetin. Në emër të Bashkisë Shkodër përshëndeti nën kryetarja Teuta Qyteza, e cila theksoi se Shkodra do të jetë mirënjohëse gjithmonë Don Carlo Zaccarò për përkushtimin që tregoi në vendin tonë. Kontributi Don Carlos për strukturave sociale ka qenë vendimtar dhe për zhvillimin e arsimit universitar. Ishte pikërisht fal përpjekjeve të tij që u realizua bashkëpunimi ndërmjet Universitetit Shkodrës dhe Universitetit Firencës. Por asnjë prej nesh nuk duhet të harrojmë që Don Carlo në Shkodër erdhi me dëshiren, me kërkesën, me bekimin e të madhes Nën Tereza. E u bën dy dashuri shumë të mëdha për Shkodrën dhe për gjithë komunitetin, që vazhdojnë të jetësojnë edhe të qëndrojnë fort dhe të vazhdojnë të ofrojnë dashuri e përkujdesje për njerëzit në nevojë, e sidomos për personat me aftësi të kufizuar. Në vijim u vlerësuan kontributi i Don Carlos edhe nga presidenti Madonnina del Grappa, Vincenzo Russa, motra Ducata Radoja, ish kryetari i Këshillit të Qarkut Majid Zungu dhe të tjerë. Ndërsa Julian Kraja, shefi departamentit të lëndëve paraklinike, duke folur me detaje bëri të ditur se ka qenë iniciatori i hapjes së programit fizioterapi në Shkodër. Pra në vitin 2007 kur u hap ky program, ishte iniciativa e Don Carlos, kuptohet pastaj janë edhe strukturat e tjera, rektori i Universitetit Kohë, profesor Majer Hoti, dekani Fadil Galiçi, profesori, pra vetë stafi që kena qenë këtu, se kuptohet që është një strukturë e tarë që duhet funksionojnë, por realisht në atë kohë një s'kishin pedagog specialista të fizioterapisë, gjatë që i bonit mundur Don Carlo, bashkë pra me Madonnina del Grappen, fondacionin, që solli rreth 60 pedagog nga Italia për me dhënë mësim, çoi studentët një muaj rresht me bë, pra gjithë brezat një muaj rresht me bë mësim në qendra spitalore